Redion, ju si e keni parë nisur edhe nga syri gazetarit, por edhe si shikues i zakonshëm pjesën e incidentit që ndodhi në Big Brother sa i përket goditjes me shpull nga ana e Jozit të Gjestit. Është një skandal i cili nuk është për herë të parë në Big Brother, por është për herë të parë në një edicion VIP. Është një skem të cilën të gjithë e kemi dënuar, që nga, le të themi, komentuesit e thjesht në rrjetet sociale, por edhe personazhet VIP që kanë shprehur një lloj mbështetje për Jozin. Loja ka rregulla, loja, le të themi, ka limite, por limiti që të shkosh dhe të prekësh tjetrin, ta godasësh pasi nuk pranon një humbje ose nuk ke pranuar për një kohë të gjatë, le të themi, provokimet, për mua nuk të tregon ty njeri më të mirë, nuk të tregon forcë. Forca e një burri nuk tregohet, le të themi, tek goditja ose tek dhuna. Për mua Jozi u fut në këtë Big Brother 2 herë, por në të dyja rastet doli më zi se ç'mund të kishte menduar. Do të jetë një njoll që atë do ta shoqëroj për një kohë shumë të gjatë. Nuk e di se sa e kishte menduar veprimin që bëri, apo se sa, le të themi, e vlefshme ka qenë për atë që ta poshtëroj, se akti i shpullës ka qenë një akt poshtërimi, por në anën tjetër nuk u tregua burr, se nëse flasim për konceptin e burrit në shoqërinë shqiptare, janë, le të themi, dy individ që dalin përballë njëri tjetrit. Ai, le të themi, sikur i doli pas krave, e goditi në pabesi, dhe rezultati është që për mua nuk e ka mbështetjen siç po shihet. Ndoshta mund të ketë një pakicë të vogël, por këta jemi ne që ku ka dhunë ose ku ka sherre vdesim për të parë se çfarë do të ndodhë më tej. Këta e kam për rritjen e çuditshme të ndjekësve të tij në Instagram, por padyshim që ka edhe ai mbështetës e tij, këtë gjë nuk mund ta mohoj. Si mendoni, a duhet ndërprer direkt spektakli atë natë, apo kjo ishte një ngjarje krejt e papritur që produksioni nuk kishte përgatitur për një ngjarje të tillë? Produksioni nuk mund të, le të themi, imagjinoj ose të qëndroj me ankth se çfarë do të bëjnë banorët. Ai ishte një veprim i menjëhershëm që Jozi bëri, ishte një veprim që askush nuk i kishte menduar. Nuk mund ta ndërpresi për një situatë e cila mori zgjidhjen nga ana ligjore, pasi është një kompetencë që tashmë do ta zgjidh drejtësia. Sa i përket spektaklit, ata u distancuan nga dhuna, e dënuan dhe nuk u bën palë të saj. Si e gjykoni veprimin e policisë? A ka vepruar si duhet duke lënë të lirë Jozin, apo tashmë i mbetet Gjestit për të vepruar më tej nga ana ligjore nëse do ta ndjek ligjërisht këtë çështje? Në aspektin, le të themi, shikues, se unë nuk jam, le të themi, njohës i ligjit dhe nuk mund të flas me kompetenca, por nuk kemi të bëjmë me një vepër e cila, le të themi, klasifikohet në të rënda. Pa diskutim është e rëndë se ndodhi në sytë e miliona shqiptarëve, është një veprim që u pa live dhe që u dënua dhe nuk duhet kurse si që dhuna të promovohet apo të jepet, le të themi, një lloj mbështetje. Në aspektin ligjor, besoj që policia dhe organet që kemi në vendin tonë janë më të sakta se sa një mendim i imi. Por nuk, për mua Gjesti e tregoi me fisnikërinë e tij që e fali për të dytën herë, e fali për të tretën, se e para ishte kur, le të themi, e fali për fjalën e rëndë që i tha, e dyta ishte kur e fali që i dha të drejtën për të rikthyer në shtëpi, dhe mbrëm në prajmin e së shtunës e fali kur i tha ne jemi në një format, ndryshe do flisej jashtë, por përsa kohë jemi këtu, ai u tregua, le të themi, që u tërhoq nga le të themi, nga nxitja për të pasur më shumë reagime jashtë, pra që i qetësoj gjakrat. Ndërkohë, dy banorë të tjerë janë komentuar shumë sa i përket Rozana Radit dhe Lart Vasilit mbi qëndrimin e tyre në momentin kur Jozi goditi me shpull Gjestin. Si mendoni, pse Lart Vasili nuk reagoi menjëherë, por ashtu edhe Rozana Radi? Janë pikërisht këta dy banorë që her pas here përgjatë rrugtimit të tyre e kanë folur, që janë njerëz të ndjeshëm, që janë njerëz që japin ndihmë, por në realitet ata vepruan të ngrirë. Më shumë unë i pash në syrin sikur ata po e shijonin si skenë edhe,
le të themi sikur ishin audiencë dhe jo sikur ishin aty, e vetmja që le të themi reagoi në mënyrë instinktive dhe në mënyrë të menjëhershme është Gerta, për të cilën banorët aty punuan shumë gjatë për 3 muaj për ta treguar atë si një njeri të ftohtë, kur ndërkohë në një situatë reale, në një situatë kur u desh me njëherë ndërhyrja e personave që ishin aty, ai ishte e vetmja që ndërhyri, duke mbajtur Jozin dhe duke i dhënë ndihmën le të themi Xhestit. Për mua veprimi i Gertës nuk ka të krahasuar me le të themi me finalistët që qëndruan duke parë dhe duke bërë se hir. Okej, më vonë ato u përfshin duke i dhënë ndihmë, por në minutat e para pam një Rozana Radi të ngrirë, si statuj, nuk dha asgjë, duke ditur që për 3 muaj ajo i thoshte Xhestit nubi im, e përdori për lojë dhe kur ishte me të vërtet për të ndihmuar nubi saj, e la edhe e pa aty të shtrirë. Si e komentoni lëvizjen e fansave të cilët janë paraqitur edhe përpara dyrëve të Top Channel, qofshin ata të Xhestit pas incidentit të rënd, por edhe ata të Jozit kanë shkuar para dyrëve të Top Channel ku kanë hedhur akuza, po themi thojza, ndaj gjithë mbështetësve të Xhestit, sepse po themi kanë reaguar në atë mënyrë dhe pse në rastin kur Xhesti hodhi kryqin Jozit nuk reaguan dhe nëse sipas tyre do ishte hedhur Kurani do kishin bërë namin. Unë vazhdoj të them që ne e përjetojmë më shumë se ç'duhet një format si Big Brother. Në rrjetet sociale kalohet një lloj histerizmi dhe te kalohet masa, le të themi, brenda kuadrit të një loje. Ne përfshihemi dhe e përjetojmë ne sikur jemi banor dhe jo ata aty brenda. Pa diskutim që veprimi i Xhestit është dënuar dhe nuk është një veprim që është pranuar. Nga ana tjetër, Xhesti nuk është, le të themi, një njeri i dobët që edhe as nuk e thirrri ndihmën për të, le të themi, për të sqaruar se këto janë situata që ndoshta do të sqarohen ose ndoshta do të shuhen me kalimin e kohës dhe është një çmenduri e gjithë, le të themi, kjo ngritje në protesta virale që po bëhen dhe në rrjetet sociale që ku është Jozi se do t'ja tregojmë ne atij se çfarë është burrëria. Për mua më mirë ne të merremi me punët tona dhe të japim kontribute, le të themi, për të dhënë një shembull se si të shuhet një shef, se sa më shumë që ta ndezim atë, duke parë edhe disa reagime të personazheve që tregonin që janë burg, por nga ana tjetër kjo ul edhe, le të themi, figurën e Xhesit duke bërë atë të pafuqishëm ose duke krahasuar me, nuk e di nëse mund ta them, por duke krahasuar me forcën që Xhesti nuk e paska dhe ne jemi më burra se ai dhe do t'ja marrim hakun. Për mua këto janë veprime fëminore të njerëzve për të cilët është gjëna që janë aty ku janë. Këto flas vetëm për figurat publike se populli po aty mbetet në rrjetet sociale, në çdo Big Brother do të komentojë dhe do të përfshihet, por për personazhet që e quajnë veten figura publike është e mjerueshme se si ushqejnë frymën e dhunës.